E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin. Le të bëjmë pak një analizë për daljen e Labit nga shtëpia Big Brotherit edhe pse në fakt unë e kam pritur që Labi do të del sonte me zarf të zi. Pa marrë parasysh që jemi shumë afër finales së madhe, pa marrë parasysh që Labi ka luajtur loja aty brenda, do me thënë duke hequr ofendime që ka bërë që edhe Labi do t'i kupton që janë të merësisht të papranueshme, do me thënë nuk është lojë në qoftë se ti denigron dhe ofendon tjetrin në familje, tani Labi do të ketë mundësinë që të shikon dhe Big Brother VIP Shqipërinë dhe do ta kupton që do me thënë ku ka qenë gabimi i tij, por gjithsesi, me shumë respekt për produksionin, unë dyshoj në fakt që publiku ka qenë vendimtari që Labin e ka nxjerrë nga shtëpia dhe unë me të drejtë kam të drejtë të dyshoj, derisa produksioni nuk ka transparencë të votave, si në Kosovë ashtu dhe në Shqipëri. E para, e dyta, unë mendoj që Labi në një farë mënyre me daljen e tij i bëri vend të Dolçes për të shkuar në finale. Do të thoni pse? Dolçja më duket mua, është një banore që është jashtëzakonisht e preferuar shumë nga produksioni. Dolçja bëri klikime, Dolçja bëri skandale me Limin për të rritur audiencën, për të rritur shikueshmërinë. Ne kemi ditur që në Star që Limi nuk është banor siç janë banorët e tjerë, do të thënë nuk synon për çmimin e madh, thjesht hyri për të bërë konkurrencën kundërdrejt Big Brother VIP Albania, sepse shikueshmëria ra dhe është më së miri kuptueshme, çdo projekt dëshiron ta shet produktin e vet, në këtë kështu do ta them unë, çdo media, ashtu si Top Channel dëshiron të bën klikime, ashtu dhe Klani dëshiron të bën klikime, do të thënë duan të shesin produktet e veta dhe bëjnë mirë që i shesin në fund të ditës. Por unë mendoj që dalja e Labit në këtë pikë të lojës, duke e ditur që do të thënë banorët në Big Brother VIP Kosova kanë eskaluar në gjëra edhe më të tmerrshme dhe nuk ka patur reagime nga produksioni, nuk ka ndërhyrë produksioni, por i ka lënë që të bëhen zëra të mëdhenj, ndërhyri në këtë pikë. Nuk e mbështes që ka prekur familjen e Elionës, nuk duhet ta prekë në asnjë mënyrë. Eliona është vet ajo se çfarë dëshiron të thotë. Mendoj që Labi e teproi pak, sepse zgjohesht edhe flente vetëm me familjen e Elionës, vetëm me historinë e Elionës, që realisht tek veshi i publikut bëhet e neveritshme. Por gjithsesi ai e fitoi Big Brotherin e tij, do të thënë atë që se nuk është fundja fundit vetëm çmimi trofe, fitore ka për atë që ai ka bër publiku jashtë, do ta duar troket e shumë gjëra të tjera. Tani unë mendoj që kjo është një lloj strategjie që t'i bëhet Dolçes vend për në finale. Do të thoni pse? Tani, Jonida tha që nuk do të ketë televotim, nuk do të ketë eliminim falni, sepse doli Labi me zarf të zi. Në rregull, atëherë pse produksioni nuk e bëri punën që do mbrinte zarfi i zi në shtëpi dhe do informonte publikun jashtë për shkak të zarfit të zi, ashtu siç e bën Big Brother VIP Albania, për shkak të zarfit të zi, ne duhet të ndalojmë televotimin i cili është i hapur dhe është votuar sa është votuar deri këtu mbyllet. Po do me thënë televotimi vazhdoi, lekët u morën, Labi u nxor dhe më pas u tha që Dolçe nuk do dalka sepse herën e kaluar e thanë ajo që është më pak e votuara do të largohet nga shtëpia, që automatikisht do të thënë duhet Dolçe të del, dhe tani çfarë ndodhi? E pan ato që shkovi puna mirë, doli Labi dhe tani ta themi këtë muhabetin që publiku mos ri pa me e thënë, do me thënë, mos u mbetën pik publikut. Unë mendoj që janë skenari lexueshëm, nuk u treguan profesionist, për t'u treguar profesionist do me thënë gjëra duhet shkonin me radhë, duhet një herë të ndalohet televotimi i hapur, aty ku në momentin ku ka mbritur zarfi i zi, pastaj do me thënë të shqirtohesh një herë zarfi i zi, të jepeshte penaliteti për Labin, pastaj të shpalleshte finalisti i parë. Unë mendoj që nuk u treguan profesionist fare dhe janë këto gabime të ripërsëritura që i bëjnë dhe nuk e kuptoj pse i bëjnë këto gabime realisht. Pa marrë parasysh që Labi doli për dënimin e tij, të cilin e meritonte ta merr, duheshte edhe Dolçe të largohet sepse ishte banorja më pak e votuar. Unë mendoj që kjo është lojë me publikun. Ky është mendimi im dhe unë kam të drejtë ta them. Urdhëroj, le të më kundërshtojnë. Faktet janë, vetë kanë thënë, vetë kthyen muhabetin, le t'i nxjerrin votat, le të shohim ne se çfarë do të thënë Labi është votuar. Edhe një herë them, ky është mendimi im.
e shoh që po bëhet një lloj padrejësie.